Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin janar të vitit 2026. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një vit sa më të mbar të gjithë ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, por shifni dhe shenjën tuaj me fat, se si do jetë fati gjatë vitit 2026. Gjithsesi, shohim energjinë që do vi për muajin janar. Ftoj të gjithë abonentët e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe shohim energjinë që na vjen. Në javën e parë keni të bëni me energji të shenjave të tokës, energji të shenjës së gafores dhe energji të shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, por mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Gjithsesi shoh një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ju dëshironi të hyni në një njohje të re, jeni duke menduar seriozisht këtë gjë, por për pjesën tjetër është një fillim i mirë ekonomik, i ri. Mund të jetë një biznes i ri, një partneritet, një bashkëpunim për një pjesë tjetër, ose për disa të tjerë mund të ketë lidhje edhe me fillime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Ndoshta një fillim i ri i shtetit, një punë e re, ose në lidhje me studimet për një pjesë tjetër, por gjithsesi është diçka e menduar mirë, sepse jemi te energjia e tokës. Në mesin e javës së parë, shoh që do keni paqartësi, do keni frikra emocionale brenda vetes tuaj, ose ju do ndjeni pasiguri në lidhje me këtë fillim të ri, edhe pse jeni shumë të vendosur në fillim të javës së parë. Gjithsesi në mesin e javës së parë duhet keni kujdes dhe nga prapaskena, nga persona që ju i mbani afër, mund të jenë persona që ju mbështesin dhe mbrapa shpinës tuaj janë persona që veprojnë komplet ndryshe, mund të jenë persona që ju përgojojnë, ose në rastin tjetër bëjnë prapaskena në lidhje me këtë fillim të ri që ju do bëni. Gjithsesi në fund të javës, shoh që ju i jepni fund një lodhje të gjatë, çliroheni nga situata të ndryshme. Dhe këto mund të kenë lidhje me këto lloj pasigurisht që ju keni, ose frikra emocionale, ose nga persona në prapaskenë. Ndoshta ju kanë lodhur këto situata, dhe kjo mund të ketë lidhje për një pjesë prej jush në lidhje me dashurinë, ndoshta dikush ka punuar mbrapa shpinës tuaj. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me te vendi punës, ose në lidhje me një fillim të ri ekonomik, me një partneritet të ri, me një biznes të ri, ose diçka tjetër, por që shoh që ju do çliroheni nga një lodhje e gjatë. Dhe kjo ka vazhduar, nuk flasim për këtë muaj, ka qenë edhe në të kaluarën tuaj, në vitin që lëm pas, ose që lëm pas. Gjithsesi disa prej jush mund të keni marrë shumë përgjegjësi në familjen tuaj, jeni të angazhuar gjatë gjithë kohës, ose keni qenë të angazhuar gjatë gjithë kohës dhe kjo gjë ju ka lodhur. Ndoshta ju dëshironi që këto punë dhe këtë ngarkesë që ju mbani ta ndani dhe me persona të tjerë, duke thënë stop, mjaft, nuk mundem më të mbaj kaq shumë peshë. Disa prej jush mund të kenë bërë disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë i ka lodhur. Ose ju mund të jeni lodhur nga çështje ose situata të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj, dhe këtu bëhet fjalë për një kohë të gjatë, mund të ketë vazhduar dhe 10 muaj. Gjithsesi unë shoh një çlirim. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë, kemi kartën e vendimit, kemi dhe ose të gjykimit në sakt, dhe kemi
energji zjarri përsëri. Shoh një komunikim nëpërmjet internetit, ndoshta me një person, ju merrni një vendim, mund të jetë një person që mund të jetë në një distancë të gjatë, në një rast, mund të keni një distancim emocional, ose mund të jetë dhe një person që ju mund të jeni shkëputur. Gjithsesi unë shoh që ky person është i vendosur në qëllimet e tij në lidhje me një komunikim. Por dhe ju shoh të vendosur në lidhje me një komunikim. Nëpërmjet rrjeteve sociale flasim. Në rastin tjetër mund të jetë edhe nga afër, që ju dëshironi merrni një vendim dhe dëshironi të flisni me këtë person në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ndërkohë, shoh që edhe në marrëdhëniet në çift do filloni të keni një komunikim, do merrni vendime gjatë mesit të javës së dytë dhe do jeni të vendosur në vendimet tuaja. Por shoh që do lini mbrapa komplet vështirësitë që keni kaluar dhe mund të jetë një vështirësi në lidhje me dashurinë. Dhe ju i vendosni vetes qëllime, por ndërkohë shoh që do keni shumë pasion, do shpresoni në një dashuri, por shoh edhe pak xhelozi nga ana juaj. Gjithsesi, kjo ka vlerë edhe në lidhje me shoh që do merrni lajme të mira, do keni udhëtime gjatë fillimit të javës të dytë, më falni, por ndërkohë do merrni dhe vendime të rëndësishme në lidhje me qëllimet që do t'i vendosni vetes. Mbasi të merrni një lajm, mund të jetë një lajm i mirë në lidhje me punën, nga ana ekonomike, mund të jetë një lajm i mirë edhe nga fëmijët tuaj, por mund të jenë lajme në çdo fushë të jetës që ju jeni të interesuar ose prisni diçka, sepse shoh që ju merrni një vendim. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, shoh që ju po i çoj pak më lart që të duken. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit dhe të ajrit përsëri. Shoh që ju mungon një dashuri ose dikujt prej jush i mungon dashuria, mungon një person në jetën tuaj, ose në rastin tjetër ju mungon një person që mund ta keni dhe në distancë. Edhe pse shoh që do merrni një vendim, jeni të vendosur në qëllimet tuaja, sepse ky person ju mungon. Shoh që keni marrë eksperjenca nga njohjet, lidhjet e mëparshme që mund të keni pasur, por ndërkohë do merrni vendime dhe do përdorni shumë fort pjesën e logjikës. Ndërkohë ju shoh edhe shumë mbrojtës ndaj vetes tuaj. Por duhet keni kujdes sepse shoh që ju do merrni një zhgënjim në fund të javës së tretë. Për një pjesë tjetër, kjo mund të ketë lidhje me dashurinë, me një person në marrëdhëniet tuaja, ose edhe në lidhje me punën tuaj, ose për një pjesë tjetër ka lidhje me shtetin, me institucionet shtetërore, mund të jetë për pjesën e dokumentave, dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por mund të jenë çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me shtetin, mund të kenë lidhje me çështje gjyqësore ose diçka tjetër. Gjithsesi, shoh që edhe para do shpenzoni shumë dhe nga fillimi i javës së tretë ju do ngeleni me pak para në duar. Ndoshta ky fillim i ri që dëshironi të bëni është një lloj investimi që do bëni. Ju do keni lajme në lidhje me këtë, ndoshta do të jepni fund një pune që ju ka lodhur, dhe shoh me vendime të rëndësishme, por shoh që shpenzoni shumë para dhe aty do ngeceni me pak të ardhura në dorë. Gjithsesi ju shoh të vendosur, jeni në një pozicion mbretëror, por ju shoh edhe merrni vendime bazuar në logjik, por nuk e di, merrni përsëri një zhgënjim. Kjo mund të jetë e vendi punës, në projekte, në bashkëpunime, për një pjesë tjetër ka lidhje me një lodhje të gjatë. Dhe po të vëmë re që në fillim të javës, në fund të javës së tretë dhe në fillim të javës të javës së parë dhe në fillim të javës së tretë, ju do ndjeni shumë të lodhur, fizikisht flasim. Do ndjeni të strapacuar, të lodhur, nuk e di, jeni në një situatë sikur jeni në borë, në një dimër të madh, por duhet keni kujdes dhe me anën tuaj shëndetësore gjatë fillimit të javës së tretë. Dhe shoh një zhgënjim, për një pjesë tjetër, mund të jeni dhe në një trekëndsh, sepse kjo tregon dhe diçka të tillë, ose ju mund të
shpresoni diçka në lidhje me dokumentat, me institucione shtetërore dhe aty ju shoh sikur merrni goditje në lidhje me këtë gjë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 keni të bëni me energjinë e shenjave të ujit, energji të shenjës Demit, Akrepit, shenja e Luanit dhe shenja e Virgjëreshës. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ujit, por ju mund të keni dashëdenten ose ana në këto shenja. Gjithsesi, mbas këtij zhgënjimi që merrni, ju shoh që po ndiheni shumë të sakrifikuar. Për gjithë ata që kanë lidhje me njohjet ose lidhjet, ju shoh që ju do jeni duke analizuar ato emocionet tuaja, do mendoni çfarë keni bërë, çfarë nuk keni bërë në lidhje me një person që ndoshta ndjeni të zhgënjur, ose në rastin tjetër në një trekëndsh që mund të jeni. Një trekëndsh dashurie. Për një pjesë tjetër në lidhje me disa goditje që mund të merrni ose zhgënjime në lidhje me dokumentat, me institucionet shtetërore ose diçka tjetër. Gjithsesi, për një pjesë prej jush, thash mund të kujdeseni edhe për një person që ka lidhje që mund të ketë probleme shëndetësore ose që mund të ketë edhe probleme me ligjin. Gjithsesi në mesin e javës 4, shoh kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike. Duhet keni kujdes në lidhje me një zhgënjim. Gjithsesi mbyllni një cikël të vështirë dhe filloni një cikël të ri të lumtur. Ju mund të mbyllni një situatë zhgënjimi në lidhje me dashurinë, mund të mbyllni një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Në rastin tjetër mund të mbyllni këto situata që do jenë pak të vështira në lidhje me ju dhe shoh një fillim të ri. Është një fillim i ri që ju sjell lumturi, por nuk do thotë që vjen brenda ditës. Gjithsesi është një fillim i ri në lidhje me një person. Është një person që ka emocione në lidhje me ju, dhe këtu flasim për dashurinë. Në rastin tjetër shoh një çlirim shpirtëror që do arrini në fund të muajit të janar, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndjeni më të qetë, mbasi të mbyllni situatat e vështira. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh lajme të mira, mund të jetë një lajm i mirë nga një person që ka ndjenja dhe emocione në lidhje me ju. Në rastin tjetër mund të jetë që ju merrni lajme të mira nga fëmijët tuaj ose në lidhje me punën tuaj, në situata ekonomike, por edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme ose çështje dhe situata që kanë lidhje me shtetin. Gjithsesi është një fund muaj i mirë me një çlirim shpirtëror, çlirim nga situata të vështira, por dhe fillimet që do të sjellin lumturi tek ju, por thash që kjo do vi gradualisht, nuk është se vjen brenda ditës. Gjithsesi është një muaj i mirë me fillime të reja. Çlirojeni nga një lodhje gjatë dhe nga situata, nga parapaskenat të ndryshme që mund të keni. Shoh lajme të mira udhtime, por ndërkohë njohje të reja nëpërmjet internetit, vendime të rëndësishme që ju do keni, por duhet keni kujdes edhe në lidhje me këtë zhgënjimin. Gjithsesi deri në fund të muajit ju i mbyllni këto situata. Më vjen keq edhe pse është muaji i parë i vitit, po ja që të gjitha janë pjesë e jetës. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin për muajin janar. Atëherë ju thotë, është një periudhë e lumtur, thotë. Jepni besim në mundësitë dhe ofertat që do keni gjatë këtij muaji. Atëherë, ju shoh që do jeni më praktik gjatë këtij muaji, do merrni iniciativa, do jeni në një pozicion të favorshëm, pavarësisht situatave që mund të keni, por është një periudhë e lumtur, sepse do fillojnë në fund të muajit kjo periudhë e lumtur. Ju do t'i mbyllni këto situata, thjesht duhet t'i jepni besim mundësive ose ofertave. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë, një ofertë në lidhje me punën, ose mundësi që do t'ju vinë nga ana ekonomike, në lidhje me institucione, me dokumenta të ndryshme, në lidhje me shëndetin tuaj, por dhe me gjithçka tjetër. E rëndësishme është që të jepni besim në mundësitë dhe ofertat që ju do t'ju vinë, sepse do fillojnë një periudhë e lumtur në fund të muajit për ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve.
ju uroj gëzuar këtë vit 2026, të jetë sa më i mbar për të gjithë ju. Dhe mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një mbrëmje sa më të këndshme, dëgjojmë në video të radhës.